Përplasja në distancë mes kryeministrit Edi Rama dhe deputetit britanik Nigel Farage ka hyrë në një fazë të re, pasi deputeti britanik ka pranuar ftesën e Ramës për të vizituar Shqipërinë. Farage, i njohur për qëndrimet e tij kundër emigrantëve dhe për rolin në fushatën e Brexit, konfirmoi se do të vizitojë Shqipërinë si mysafir nderi. E pranoi ftesën e kryeministrit Edi Rama për të vizituar Shqipërinë. Do të diskutoj. Në deklaratën e tij, Farage ju qëndron pretendimeve se 1 në 50 shqiptarë në Britani ndodhet në burg, duke e shtyrë më tej retorikën me supozime të reja, ndoshta 1 në 3, ndoshta 1 në 4. Përgjigjja e kryeministrit shqiptar ka qenë menjëhershme dhe me tone të ashpra. Në një reagim të gjatë në rrjetin social X, Rama e akuzon Farage për propagandë për përhapje statistikash të rreme. Nigel, nga një kriminal në 50 shqiptar, pretendimi juaj tani është ndërruar në ndoshta është 1 në 3, ndoshta 1 në 4, nuk e di. Vërtet? Nuk e dini? Në realitet, zoti Nigel Farage, e di çfarë? Shifra është mbi 300.000. Vëlla, këta janë njerëz që mësojnë fëmijët tuaj, që ndërtojnë shtëpitë tuaja, që kujdesen për të moshuarit dhe të sëmurët tuaj. Ata nuk janë mish për dhëmbët e propagandës së shpëlarjes së trurit pas Brexit. Kreu i qeverisë ju referohet të dhënave të ambasadës shqiptare në Londër, sipas të cilave numri i shqiptarëve në Britani është mbi 300.000, shumë më i lartë nga sa raporton media britanike. Rama thekson se këta janë qytetarë që kontribuojnë në jetën britanike dhe nuk mund të trajtohen si mish për propagandën e Brexitit. Këto nuk janë statistika, janë taktika friksimi të maskuara si të dhëna, pra më lejoni t'ju pyes qartë, pse është kaq e vështirë të pranosh se ke gabuar, pas varritur në baltë një komunitet të tërë njerëzish të shkëlqyer dhe punëtor që i shërbejnë atë dheut tënd me dinjitet sikur të ishte i tyri? Përplasja mes Farage dhe Ramës nisi pas një interviste të kryeministrit shqiptar për gazetën The Guardian, ku kritikonte planin britanik për të dërguar azilkërkuesit në vende të treta, duke thënë se Britania ndodhet në një vend shumë të errët pas Brexitit. Në fund të reagimit të tij, Rama publikoi edhe një foto të krijuar me inteligjencë artificiale, ku shfaqet në Bregdet me Farage, secili me flamurinë e vendit tjetër, gota vere dhe peshq në tavolinë. Ai shpreh i gatshëm ta mirëpres Farage në Shqipëri, por i kërkon që vizita të shoqërohet me diskutim mbi fakte reale.